Mirë, me mua në studio nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë bashkohet gazetari I njohur Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirëmbrëma, faleminderit që je drejtë për drejtë në ora e fundit. Faleminderit ju për ftesën. Gjithashtu me mua në studio është drejtuesi I fushatës elektorale të Partisë Demokratike Primaren, zoti Skerdian Dhulje. Skerdian, mirëmbrëma, është kënaqësi t'ju kem për herë të parë në ora e fundit. Faleminderit. Skerdi, dua që këtë bisedë në fillim ta nis me ty. Ju e keni shprehur publikisht që jeni ndjerë I pakënaqur apo I penduar që keni qenë pjesë e fushatës elektorale të Lulzim Bashës, madje e keni konsideruar edhe një gabim të Berishës, zgjedhjen e Bashës në krye të Partisë Demokratike. Por sot nga ana tjetër ka të penduar apo të kënaqur me Berishën në krye të Partisë Demokratike, madje ka dhe nga ata që janë të kënaqur pavarësisht se më herët ishin të pakënaqur me Berishën dhe thoshin se do jepnin dorëheqje nga politika nëse do të ishte ai kryetari I Partisë Demokratike. Në foltore madje dua sjell në vëmendjen tuaj që një nga pikat kryesore të Berishës ishte hapja e Partisë Demokratike dhe bërja e saj më e madhe se kryetari. Por mendoni se sot ka ndodhur një diçka e tillë? Partia Demokratike do ta nis këtu. Partia Demokratike ka në gjenezën e vet rebelizmin. Patjetër, sepse shumica dërmuese e elektoratit të saj, më shumë se sa 70%, është, si thuash, fasha antikomuniste. Dikë që se nënshtroi do të Enver Hoxha 40 vjet, mendoni do të nënshtroi Lulzim Basha në vitet 2020 e kusur, nuk mund të ndodhë. Pra, është në një farë mënyre një lloj gjenerate, është një trashëgimi. Kjo është e djathta në të vërtetë. Patjetër që nuk është se unë jam penduar për çfarë kam bërë për Lulzim Bashën, se në fund ditës unë kam bërë për Partinë Demokratike. Duke qenë vazhdoni ti bëni. Patjetër, po duke qenë I djathtë në një farë mënyre ti qoftë edhe për konvencion, je deri diku dhe I detyruar të pranosh edhe çfarë nuk ishte të duket shumë normale. Unë e thash edhe në televizionin tuaj javën e kaluar që gafa më e madhe e Sali Berishës në bindjen time është emërimi I Lulzim Bashës, se nuk mendoj që ka qenë ndonjëherë zgjedhje Lulzim Basha. Lulzim Bashën e dilte doktori dhe e mbronte dhe shkonim në tjerë dhe votonim se taksirat që duhet ta votonim se na thoshte doktori, për ta bërë pak më relaksuar gjën. Patjetër që Partia Demokratike është gjithmonë më e madhe se kryetari. Edhe fakti që edhe sot kemi në grupin parlamentar të Partisë Demokratike apo kandidatët për deputet, njerëz që qasjet politike për tema caktuara nuk është se kanë të një llojta. Edhe unë hyj tek ata që tezat apo temat caktuara nuk I kam me të njëjtën qasje. Me vjen në një farë mënyre zyrtare të partisë apo histori të tilla. Ama kjo nuk më bën kurse si të dal nga Partia Demokratike, kush del thjesht I shërben Edi Ramës. Zgjedh të shërbej në një mënyrë caktuar. Historia ka treguar që nga Partia Demokratike kanë dalë shpesh herë fraksione, të cilët patjetër që kanë të shtuar, në çdo rast kanë të shtuar, por qëllimi I tyre nuk ka qenë fitoria e tyre, sepse eksperienca e cili do prej nesh që angazhohet në politik, e di se fraksionimi I votës thjesht I shërben kundërshtarit asgjë tjetër, por kanë pas një mision inati në një farë mënyre. Pastaj, Partia Demokratike a hapet? Po, hapet. Po duhet dhe të vi dikush. Jo të thuash okej se po e hap Partinë Demokratike. Dakor, ata që duan vinë. Ata që nuk duan rrinë në rrugë, është zgjedhje në fund ditës. Liria për të zgjedhur është themeli I demokracisë. E drejtë. Ardit, sot Berisha ka deklaruar se do hap burgjet, pasi 1/3 e të dënuarve sipas Berishës janë të pafajshëm dhe pa një akuzë, dhe kjo vjen si pasojë e reformës në drejtësi. Por dikush do thoshte që kur vjen puna për hapje, Berisha e mban premtimin, pasi hapi Partinë Demokratike në vitin 2005, por gjithashtu ka hapur edhe depët e armëve në vitin 1997. Nuk është çështja, Berisha I ka hapur historikisht burgjet, I ka hapur 91-92-shin, I ka hapur 97-ën, I ka hapur në 2005-ën,
dhe ne I dim pastaj pasojat që pati nga bashkëpunimi me bandat që liroj, me bandën e Durrësit dhe të Shijakut, cilat hëngrën edhe koka brenda Partisë Demokratike. Tani, unë dua të replikoj pak me Skerdin, se është shumë e rëndësishme ky qëndrimi ndaj Lulzim Bashës dhe ndaj opozitës në Shqipëri. Sepse Skerdi pretendon që opozitarizmi është monopol I Partisë Demokratike dhe kush del ndryshe dhe jashtë radhëve të Partisë Demokratike I shërben kundërshtarit. Dhe sigurisht e merr për çështje numrash, por Skerdi ki parasysh që fraksionin më të rëndë që ka pasur Partia Demokratike dhe ka vuajtur për një 8 vjeçar, apo më pak, diçka më pak, ka qenë fraksioni Gens Pollos, ka qenë Partia Demokratike e re, e reformuar, ku Gens Pollo Berisha pastaj në 2005 e mori e bëri ministër arsimi, e ministër inovacionit gjitha me radhë, dhe atë Benjaminin e Gens Pollos sot e ke në listë mbyllur dhe të parin në Berat. Do më thënë, sjellja juaj ndaj fraksioneve... Këtu mendoj njësoj, nuk është kemi dallime. Ja krijon individëve, si thuash, atë luksin që të dalin e të hynë. Se Josefina Topallin, që në 2021 hapi parti kundër Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka futur sot në listë të mbyllur të Tiranës dhe ka rikthyer. Tani, problemi I opozitës, o zotëri, sepse përmende Bashën edhe bën dhe atë me akulpën e bashkëpunimit me Bashën. Nëse ju bëheni pishman, se Lulzim Basha ka qenë ministër I 21 janarit, ka qenë ministër I rrugës Kombit, ka qenë ministër I firmosjes marrëveshjes detit me Greqinë, atëherë hallall e keni pendesën. Por nëse ju bëheni pishman, se Lulzim Basha ka qenë vegël e Berishës dhe juve s'ju pëlqente kjo gjëja, pra deri para 3 vjetëve, kjo është pak e dyshim. Dhe gjithë sondazhet sot tregojnë që me Lulzim Bashën, Partia Demokratike ka marrë 5-6% më tepër se sa do marri me Sali Berisha me 11 janar. Duke folur gjatë ardhiti I bie që Jo, patjetër. Që me Lulzim Bashën ka marrë diku 6-7 mandate, se që do marri me Berishën, sipas sondazheve në televizionet e patronazhistëve, në televizionet e inceneratorëve dhe në televizionet e pro-grekëve dhe në televizionet e Berishës. Kudo del kështu rezultat. Ja, lejo Skerdin të kthej përgjigje. Do e nis nga kjo e fundit. Diskurs më të poshtër, se sa të thuash që rezultati 2021-shit, dhe kjo s'lidhet me ju, po lidhet, e kam dëgjuar shpesh këto ditë të fundit dhe prandaj do të kthej një përgjigje. Jo, e kam diku tjetër. Diskurs më të poshtër, se sa të thuhet që rezultati I 2021-shit është produkt I Lulzim Bashës, nuk ka. Fyerje më të madhe se sa për gjithë strukturën e Partisë Demokratike. Ti do të thuash që ka qenë Berisha pas. Jo. Kanë qenë bashkë struktura e Partisë Demokratike. Unë që jam sot në fushatën e Himarës, se është origjina ime. Kam qenë dhe në 2021 aty në fushat. Tani, nuk mund të më thuash mua që unë jam punë e Lulzim Bashës dje apo punë e Sali Berishës sot. Jo, zotëri, unë bëj punën time. Jam puna ime. Si thuash, rezultati është produkt edhe I punës time. Ai qarku që mori 4 deputet 2021-shin, një qark goxha e vështirë, ishte punë e atyre deputetëve të asaj liste, e atyre kandidatëve të asaj liste, punë e strukturave të asaj liste. Nuk mund të më thuash që rezultati 2021-shit që në ka rezultati Lul Bashës. Kjo është, më së paku është mosnjohje e situatës brenda Partisë Demokratike dhe është dhe fyerje për ata njerëz. Struktura e partisë është shumë e madhe. Dhe më besoni, partia është shumë e madhe sa kryetari, sepse ai djathti që bën fushat aty në terren, ndoshta në jetën e vet as nuk ka takuar kurrë as Sali Berishën as Lulzim Bashën. Ai është I djathtë qoftë edhe për arsye konvencionale, po është I djathtë për arsye ideologjike, po është I djathtë për arsye sepse vjen nga shtresa e ballit kombëtar dikur apo shtresa antikomuniste. Unë jam I djathtë 100 vjet. Tani lutem Skerdi se unë nuk të lejoj dot se e them fillim të emisionit, edhe unë nuk mund të bëj shejtan budallajn këtu, edhe të dëgjoj retorik të tillë, e them fillim që 70% e Partisë Demokratike përbëhet nga antikomunist. Unë nuk di asnjë antikomunist dhe asnjë të përndjekur në rrafte e Sali Berishës edhe të Partisë Demokratike. Unë di që kur qeveriste Sali Berisha atë të them unë tani një 10.
Skerdi, të lutem. Unë di që atë që keni ju për kryetar, e keni antar partisë të punës që në 68 dhe ka qenë sekretar partije, dhe kjo është pjesë e CV-s ti për shkak të moshës, po unë di diçka tjetër në kohën e qeverisë së Sali Berishës, që vetëm kohën e Sali Berishës të përndjekurit politik hynin grevurie dhe dignin veten me benzinë mes Tiranës dhe dignin veten derisa kanë humbur jetën. Kështu që të thuash ti që Sali Berisha... Mos e nxirr nga konteksti atë që thash unë, sepse edhe ti e di që unë kam drejt. Komunizmin e gjitha me radhë... Ardit, më dëgjo pak, të lutem. Mos e nxirr nga konteksti atë që thash unë, se edhe ti e di që unë kam të drejt. Tani, qarkun e Elbasanit e drejton Tomor Alizoti, po ka një 7 të bushgosur e pushkatuar në Fis. Do shembuj të tjerë. Po mirë, shiko, Ardit, po i hyn kësaj logjike, qarkun e Kuksit e drejton Flamur Hoxha që është rritë në internim lusht. Dakor, po të mos mbetemi vetëm te ky. Shiko, nuk e solla pa qëllim këtë. E dyta, se nuk e ktheva gjithë përgjigjen Arditit. Unë nuk pendohem për çfarë kam bërë pas Luzim Bashës. Ardit, lutem. Unë nuk pendohem që kam bashkëpunuar me Luzim Bashën. Unë kam problemin me Berishën pëse më zgjodhi Bashën. Se Bashën se kam votuar unë. Dhe si reflektoti ndaj Berishës? Për ironit historisë, nuk e kanë votuar as prindrit e mi Luzim Bashën. Pavarësisht e ishim të bindur në 2013 që preferenca ishte Luzim Basha, ne prindrit e mi aso kohë kanë votuar të ndjerin Sokol Oldashi. Pse e solla në vëmendje? Për të thënë që po, të gjithë e dinim ne se Luzim Basha do të ishte kryetari i Partisë Demokratike, ama liria e të qenit të djathtë, të çon edhe të dalësh kundër vullnetit të strukturës partisë. Skerdi, një nga premtimet e Berishës është ribërja e reformës në drejtësi, por si do arrihet kjo, pasi kërkohet paktën një shumicë e cilësuar, mendoni ju se në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike do arritë të marrë 2/3 e votave? Jo, mendoj që nuk është vetëm ky mekanizmi. Shiko, Emilian, tani këtu unë jam jurist, ti dhe Arditi keni profesionin tuaj, më besoni që reforma drejtësisë sot ka mjaft probleme. Dhe ka probleme teknike, ligjore, probleme me thelbin e tyre, me zbatueshmërinë. Ne jemi i vetmi shtet në 47 shtetet e antarë të Këshillit të Evropës. Ne jemi i vetmi shtet që kemi një prokurori që ka të drejtë të hetojë dhe gjykatën e saj. Ju ftoj të dyve ta hulumtoni për punën tuaj. Nuk do ta gjeni në asnjë shtet të Evropës një prokurori, si prokurori e posaçme në Shqipëri, që ka të drejtën, që ka aksesin me ligj të hetojë gjykatën e saj, gjykatës të cilës i referon dosjet, apo të hetojë gjykatën kushtetuese. E dini që të gjitha... Jo, dakord, unë jam shumë dakord. E kam nga ana teknike këtë. Dhe këto janë shumë të rëndësishme. Ja ta them, me një referencë në Komisionin e Venecias. Pra, Parlamenti i Shqipërisë i referohet Komisionit Venecias, me një relacion përkatës, teknik patjetër, të përpiluar goxha me detaje, ku mundi kërkohet mendim për 1, 2, 3 qasje të caktuara. Mendim mundi kërkohet, por nuk mundet, po patjetër mos shiko, po bashkëpunimi parlamentar nuk është utopi. Pra mendoni të bashkëpunoni me Ramën? Më fal, po kjo reformë kur u bë, a u bën bashkëpunim parlamentar? A bashkëpunuam ne me Ramën në 2016 kur u bë reforma? Po pse nuk bashkëpuno kemi ne me Ramën për ta rregulluar këtë lloj reforme? Sepse qartazi të gjithë juristët mendojnë si unë, kjo reformë ka probleme të thella. Nuk mundet që ne të jemi i vetmi shtet në kontinentin evropian, që kemi prokurori që ka të drejtën të hetojë dhe gjykatat e saj. Sepse çfarë ndodh? Këtu shkelen me të dyja këmbët të drejtat e të gjithë të hetuarve në këtë rast, për shkak se po të shikoni sot me vëmendje. Në çdo rast ku ne kemi të pandehurit shkojnë deri në gjykatën kushtetuese, gjithmonë aty fiton spaku. Qoftë në GKK, qoftë në apelin e GKK-s, qoftë në gjykatën e lartë, edhe në gjykatën kushtetuese fiton spaku. Pse? Sepse gjyqtarët e këtyre gjykatave janë të trysnuar për shkak se spaku ka të drejtën të jetojë ata. Tani çfarë drejtësie mund të presësh ti nëse nesër je subjekti i spakut? Dakor, edhe një përgjigje për këtë. Një premtim tjetër i Partisë Demokratike është rritja e pensioneve apo rrogave, por njëkohësisht edhe ulja apo heqja e taksave. Si mund të arrihet? Po, shumë thjesht. Njëkohësisht. Ja ta them. Me uljen drastike së pari të atyre që quhen shërbime operative. Tani, ne kemi kosto, ndjes për termin se së shumë televizim, po kemi kosto idiote në institucionet tona.
përtej koncensionimit të gjithçkaje që është sërish kosto më vete. Po? Po mirë, si mund paguaj shteti shqiptar miliona euro për një incinerator që s'ekziston, siç është rasti i incineratorit Tiranës. Janë miliona euro të taksapagusëve shqiptar ato që paguhen. Ndërkohë që ato para mund të shkonin për rritje pensionesh, mund të shkonin për rritje pagash, mund të shkonin për rritjen e fashës të banave me rimbursim, mund të shkonin për pafund shërbime që kanë nevojë të marrin këta qytetarë. Pse ne duhet kemi problem se të pranojmë që taksa e shesht është zgjidhje e ekonomisë? Sepse vërtet ne po ulim taksën, duke zbritur nga taksa progresive në taksën e shesht. Po ne, duke zbritur në taksën e shesht, kemi rritur fashën e taksapaguesve. Dhe rrjedhimisht ne sërish do të mbledhim më shumë para në arkën e shtetit për shkak se do të rritet fasha e taksapaguesve. Pra, sot a e dikush goditet më shumë me taksën progresive? Goditet shtresa e mesme, sepse paguar 23% taks, ndërkohë që shumë mirë mund paguaj 10% dhe ndërkohë zgjerohet fasha e përrjedhoj ti sërish grumbullon të ardhura. Po mirë, unë drejtoj shtabin elektoral, fushatën, në një zonë ku problematikat janë të ndryshme, po a mundet më që në 2025-ën ne të mblidhemi këtu, të 3 vit lindjet demokracisë, të diskutojmë që problemi kryesor është akoma prona. Apo problemi kryesor është akoma ujë i pishëm. Unë të shtunën e kaluar kam qenë në protest në lumë të Vlorës. Nuk e diti kush është shkaktari i pronës edhe ujë të pishëm që është në të gjendje? Ta shpjegoj unë. Nuk e diti këtë? Me një fjali ta shpjegoj. Me një fjali ta shpjegoj, Ardit. Me një fjali, po më le ta mbaroj me një fjali ta shpjegoj. Ja ta shpjegoj me një fjali të vetme. Se s'po të marrë Kashari, po pra, po, shiko, e kam bezdiu kakofonin, unë mund të të letë mbarosh sa të duash. Ta shpjegoj me një fjali. Do ta shpjegoj, Ardit, të lutem, do ta shpjegoj me një fjali, po më lërë ta përfundoj se... Paska, të lutem. Po pra, po do ta shpjegoj me... Për herë të parë sonte, që Partia Demokratike ndaj SPAK-ut paska të njëjtin qëndrim si Erion Veliaj. Unë për herë të parë sot e dëgjova. Dhe të më thuash mua që prokuroria s'ka drejt, hetoj gjyqtarët e Republikës Shqipërisë, kjo është çudia më e madhe. Sepse pastaj dalim ke pyetja, kush i ruan rojet, që thonë anglezët, a? Kush i heton... Ta shpjegoj unë dhe këtë, po ki durimin të ta dëgjosh. Të paktën duhet ta dëgjosh shpjegimin. Ardit, të lutem. Po të lutem duhet ta pritave i analizimeve vjen nga ndërtimet informale, nuk e diti që i bëri Saliu ndërtimet informale edhe i tha... Që shko gjumër burë dhe o Ardit, të lutem tani, qa është kjo gjumë? O Ardit, po të lutem. Kamzat e Pasoria, që është 20% e kryeqytetit. Ardit, jepi mund të lutem tani, shkjo logik më burë. Po, tani. Që është logik, po i kemi mbi shpinë, mërë zotri. I kemi mbi prona tona, ato shpit atje, që s'ka legalizime, s'ka letra, e kanë vajt ke toka tjetëri. Shiko, të lutem, po më lemër të mbaroj unë, pastaj thuaj që të duash. Po ha, din ke pronat e Himarës, ha. Tani. Qa mua pjetë është kjo, apo flasin për problematikën në Shqipëri. Kjo është pra, kjo është përgjigja. O zotri, po duhet dhe të dëgjosh në një moment, por që është kjo histori? Ardit, jepi mundësi ta shpjegoj me një fjali si shtatskerdi edhe kam një tjetër pyetje për ty. Historinë e pronave zgjidhet lehtë. Po. Duhen jo më shumë se 6 muaj për certifikuar pronat të cilat nuk kanë konflikte gjyqësore, dhe jo më shumë në gjykimin tim edhe profesional se 3 vjetë për të përfunduar certifikimin atyre pronave që janë situash në procese gjyqësore. Praktika më mëson që kaq është situash zgjatja e proceseve civile të kësaj situate dhe rrjedhimisht janë të zgjidhshme. Tani të shpjegoj këtë historinë e ujit, Arditit. Çfarë ka bërë qeveria e Edi Ramës? Ka vendosur që të thajë lumin e Shushicës, atë që quhet lumi Vlorës në zhargonin popullor, dhe ta çojë oligarkët në dërmi. Duke lënë 37 fshatra të lumit Vlorës pa ujë. Kështu e ka menduar të arsyeshme qeveria. Pra, ju të lumit Vlorës rrini pa ujë, unë ujë do ta marr do ta çoj të oligarkët në Jalë dhe në dërmi. E thot qeveria këtë se themun. Unë kam shkuar në protest për herë të parë. Ata banorë kanë 2 vjet në protest. Lutem, tani të të shpjegoj këtë punën e prokurorisë sepse the diçka që shiko, Ardit. Po jo, zhurmusin dita bëj dhe unë, tani s'funksionon kështu. Ardit, po të lutem. Po që për zhurmus dita bëj dhe unë. E kam fatin që duke qenë në studio kam më shumë mundësi për të bërë zhurmusin. Ashtu, tani, do të shpjegoj këtë punën e prokurorisë se the që unë pas kam të njëjtin qëndrim si Erion Veliaj. Jo, zotri, nuk është fare kështu. Tani po të shpjegoj.
shumë mirë, Shqipëria, këtë kompetencën e hetimit të gjyqtarëve të GKK-s, dëgjoj me vëmendje këtë se mund të duhet edhe për profesionin tënd. Gjyqtarët e GKK-s, gjyqtarët e gjykatës lartë dhe gjyqtarët kushtetues, shumë mirë mund t'i hetonte si kompetencë prokuroria e përgjithshme. Pra, t'ja hiqje spakut këtë lloj kompetence, t'ja kalojë prokurorisë përgjithshme, janë institucione të drejtësisë së re këto ardit, nuk janë institucione të Partisë Demokratike, dhe në këtë mënyrë ti i jep pavarësi gjykatave dhe i ndan nga hetuesi që çon dosjet e tyre. Nuk ndodh në asnjë nga shtetet e kontinentit evropian që gjykata të hetohet nga prokuroria e cila referon dosjet tek ajo. Është profesionale kjo, mos e vënë diskutim se kam studiuar për këtë pjesë. Tani të shpjegoj edhe diçka tjetër. The që këto zonat informale që i ka lejuar Berisha histori të tilla. Me sa di unë, Edi Rama ka nja 12 vjet në pushtet. Tani si ka mundësi që edhe pse Rama ka nja 12 vjet në pushtet, kjo histori nuk është zgjidhur. E diti që në Shqipëri sot, do përfundoj unë dhe do të lë, nuk do në të pres. E di që në Shqipëri sot ka prona të ndërtuar në vitet 1800. Jo në 1900-ën, por në 1890-ën, po deshe, që janë pap dokumenta. Pra, mirë shtëpin time që se legalizon Edi Rama se kam ndërtuar në fillimet e demokracisë, apo para demokracisë. Po shtëpin e ndërtuar nga gjyshim, pse s'ka dokumenta? Pra, do të japë mundësinë, sepse vetëm sot prokuroria më ka thënë që kadastra e Vlorës, sot që po flasim ne, kanë dalë një 10 persona në hetim të stafit kadastrës dhe ishtë drejtori që ka bërë një 2 herë burg, do shkoj sërish në burg. Për historit tilla. Tani këto nuk jasajojmë ne si problematika. Këto janë problematikat që qarku i Vlorës, duke qenë se ishim duke diskutuar, por nëse e doni e bëjmë diskutimin në rraf shkombëtar, i kishte si problematika dhe i ka të shkaktuara kryesisht nga qeveria nëpërmjet, dhe këtu e përfundoj, atij të famshmit ligj për investimet strategjike. Ne jemi vetëm shtet në Europë që kemi bërë një ligj për të grabitur pronat. Pra, kemi bërë ligjin që të nxjerrim Olta Gjaçkën pronare në Dhërmi, të grabit pronat në Dhërmi dhe pastaj të vitë kërkoj vota në Tiranë. Ardit një përgjigje nga ty për ta mbyllur. Gjua vete ku dhëmbi, por shteti shqiptar në 34 vite, përfshirë dhe Edi Rama dhe Sali Berishën, e ka patur mundësin t'i kompensoj pronarët qofte dhe fizikisht, se shteti ka aq prona dhe aq toka. Ti më u them t'u jap letrat atyre që i kanë. Pronarit e 1800-ës që thua ti dhe i thot zotri po, nuk kam qef të ta japun ty tapin e shtëpisë tu 1800-ën mes Tiranës, që e ke 500 metra. Je dakord të t'jap 5 dylymë në Vlorë? Po, jo. Ti tjetri... Si t'japë në Vlorë? Ku t'ja marrë në Vlorë t'japë ti? 5 dylymë Delfin, pra shteti po doje kështë zgjidhur këtë punë. Tani do përgjigjen ti pse nuk zgjidhen pronat Shqipëri, me qenë se po devijojmë dhe po bëjmë cirk këtu. Një përgjigje shkurtimisht, Ardit, se jemi në limit. Nikola Vuljanic, eurodeputet, ishe eurodeputet, ishte raportuesi Shqipërisë, para Fleckensteinit e Kukanit me shok, ma ka thënë në sy kur e kam pyetur, është kroat, ka qenë kroat, e kam pyetur në Rogner dhe i kam thënë zotri, pse nuk zgjidhet çështja pronave në Shqipëri? Dhe përgjigja ka qenë kjo që ta dini një herë mirë, ju dhe ata që po na ndjekin, sepse po t'i kthej pronarit në 92-93-shin, qytetarët shqiptarë do hynin në ekonomi tregut me kapital, shkëlzeni me shok do hynin me duar në xhepa. Dhe sot, ata pronarë që përmëndi juaj, që përmëndi unë e gjithë me radhë, do ishin 800 hapa para fëmijëve të politikanëve shqiptarë. Kjo është arsye pse s'kthehet prona. Kjo është arsye populiste, nuk. Ardit Rada, faleminderit. Faleminderit, kemi ardhur në fund. Ju premtoj që do jemi sërish në një tjetër diskutim së bashku. Ardit Rada, faleminderit që ishe drejt për drejt në ABC News. Skerdian Dhuli, kënaqësi që ishit me mua në ora e fundit. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndërkohë këtu kemi ardhur në fund të këtij programi.